Pas momentit të tensionuar në spektaklin e filma VIP 3, ku në emision u shfaqe vëllai i saj dhe përcolli mesazhin e qartë të familjes, Fabiola Elezaj ka marrë një vendim të vështirë për raportin e saj me Adionin. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. Sipas asaj që u pa në vazhdim, Fabiola është kthyer në dhomën e rrëfimit, ku ndodhej Adioni, dhe i ka komunikuar se ata duhet të ndërpresin marrëdhëniet në respekt të kërkesave që janë bërë nga familjarët e saj jashtë. Ndodhi ajo që kisha frikë që në javën e parë duhet të distancohemi sepse kam familjen jashtë. Ndodhi që e bëra të vinte këtu për këtë temë dhe për mua është diçka që s'ja fali vetës, edhe nëse ata më falin mua. Sepse familjarët e me nuk janë aq mirë me shëndet pas kësaj situate. Më kërkoi të dalë sonte, por nëse qëndroj me kusht se unë e ti të mos jemi bashkë, tha Fabiola. Ajo i shpjegoi Adionit se presioni dhe shqetësimi i krijuar te familja e saj e kanë vënë përballë një zgjedhje të dëmshme, duke e bërë të ndjetë fajtore për situatën dhe për ndikimin që kjo ngjarje mund të ketë pasur tek të afërmit e saj. Këtu ditë po vret vështërsia e distancimit mes Fabiolës dhe Adionit, ku ata të dy nuk po mund të rrinë pa njëri tjetrin.